إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ومحبوبه ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين صدق الله العظيم. Të gjitha falënderimet i qofshin dhe i takojnë vetëm Allahun xhalla shanuhu. Salavat dhe selamat qofshin mbi Muhammedin a.s. mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e trasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj gjësie. Këtë po ufuzon Allahu, s'ka kush që e humbë, por kush e humbë vetveten, s'ka kush që e udhëzon, përveç Allahu xhalla xhelaluhu. Xhamatit nderuar vëllezër musliman, në këtë khutbe do të flasim për një temë që e kemi emërtuar neglizhenca. Fillim me kuptu se shka është ky temë apo kjo fjalë. Sepse është për gjashpashur në aspektin gjokësor, këshyri fjallori shqip, neglizhenca është pakujdesia ose mos veprimi në përmbushjen e një detyrimi, ku për shkak të kësajna poston pala e dytë ose e treta. Pra ka nevojë dikush për diçka, edhe nuk ja ofromi ndihmën me kohë dhe domethënë poston. Kjo aspekti gjyqësor. Në aspektin popullor, kjo i bie milion sene për asgjë. Atë se kam bërë, në shpesh e dhubi ta, e kemi këtë jetën për parë, kam bërë në kryma vërë, ama në nësot thume punën e sotit mëse dhe për nesër, dhe në shumë kontrast të mina, sa i barë me njerë zekë, punën e sotit mëse dhe për nesër, mine ato me hëtë se këna vërë. E në veçanti, pastaj, kur futemi tek obligimet që kemi ndaj krijuesit, obligimet ndaj vetës, obligimet ndaj familjes, ndaj shoqërisë, e pas ne këto është shumë e keqe nëse kemi këtë cilësi. A se kemi milionazion detyrime ndaj Allahut, kemi milionazion detyrime ndaj vetës, nazion ndaj familjes, nazion ndaj shoqërisë. Dhe pasaj, kur bëhet pjesë e trupit tonë, kjo cilësi, atëherë është rësrek, sepse, si fenomen pasaj, kjo del njëna për smundjeve që e dopson zemrën në vazim. Njëna për smundjeve të zemrës, që e dopson. Dhe prej këtyre seneve që i domi në zgjon, jam të azome, i kemi marrë disa pika këto, si për shemë, se kjo është teve e gjonë. I neglizhojme argumentet që ne i sjellë Allahu xhalla xhelaluhu në çdo sekondë. Nuk mendojmë për to. Ose argumentet kur ne i sjellë Allahu xhalla xhelaluhu do të na shërby neve për me forcu dhe më shumë imonin, besimin. Edhe kur forcohet sa më shumë imonin, besimin e Allahut xhalla xhelaluhu,
nuk I lëmë sendet të asgjë ndaj tij. Tash në çdo sekond na I përjetojmë ato. Zoti Kur'an ka thonë o fi anfusikum afala tubsirun. Edhe në vetët e juaja, a nuk po I shihni argumentet që mund të ekzistojnë. Me menun qysh shohni, qysh ndëgjohni, me menun kur qomi për I karrikës ose ka uqit, veç më nërë pak në gjysë të ngritjes edhe me këshur sot muskuj do të me forsu për në ngritë në kom. E tash, kush I bën këto, kush I shkëmbën ato muskuj? Nuk konë në dorën tonë, a e dini sa puna është për me shtërmusës dhe muskuj? Vetë veti ju në mekanike. A më këta e banë Allah në gjelarë dhe në më ngritë në kom. Aparatin e tretës, në hapë pime dhe kush me ndohën se qysh ndohë. Me nëmë dorën tonë, në ndodhë me shtinë një të shka mrejna dhe me përzi një lopëthat, ushimin dhe bije që I kemi honë për më tretë. Se me tretë shqeqerin qajnë dhe përzi me lupë, po. A në shkon menja në herë se qysh ndohë ajë proces. I lumë Allah. Pra, I lumë për asgjon argumentet e cilat në sjellë Allahu xhelal xhelaluhu nuk mendohë rreth tyre. Në kapitullin Yasin Allahu xhelal xhelaluhu thot, pra ajeti tjetër, nuk ka asnjë argument që u erdhë atyre nga argumentet e Zotit e që ata nuk ja kthejnë shpinën. Në një farforme nuk mendojnë do, nuk meditojnë. Në dy, neglijenca e botës tjetër. Pak mendojmë për botën tjetër. Pse ne I lidhni gjithë me botën tjetër sajna? I lidhni në vazhdi se nuk është jeta vetëm këtë botë. Kjo është jeta këtë botë shkaritare. Jeta këtë botë është sigur studenti që shkon në ligjëratën, në fakultet dhe merr mësim dije, vdekja është hyrja në provim, dita e gjykimit është kalimi apo mos kalimi I provimit, edhe pastaj bota në shumë e përjeshme është botarë. Dhe mos përkujtimi pak më I shumë të botës së ardhme, pra në bëndë më konë egoista vetëm për këtë botë. E Allahu xhelal xhelaluhu në Kur'anin e Kerim ka thënë në Rum ajeti 6 dhe 7 thotë: por shumica njerëzve nuk e di. Ata dinë vetëm anën e dukshme të kësaj jete, ndërsa për jetën tjetër janë të pakujdesshëm. Pak ma shumë edhe për anena. E treta është neglizhimi I të përmendurit të Allahu xhelal xhelaluhu. Pra, Zoti Kur'an në kapitullin Al-Ankabut, ajeti 45, ku ka obligu për namazën dhe ka garantu se që është namazën, do të kështu: wa aqimi s-salat, inna s-salata tanha anil fahsha'i wal munkar, wa la dhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Faleni namazën, pra mënyra urdhërore, sepse namazën largon nga punët e liga dhe punëta morale. Të përmendurit e Allahut më së shumti është prej punëve më të mira. Por tek Allahu e din atë çka e punon në punon me mendje dhe fizikisht. Tash përmendurit e Allahut është prej punëve më të mira, Zoti pranë do thotë. Sepse të përmendurit e Allahut forma ndryshme, dhikr, përkujtimi që ka ardhur pra në përmet Kur'anit dhe në përmet profesive të Resulullah sallallahu alaihi wasallam e zbut zemrën. Ato janë forma ndryshme të thonë subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pra gjitha këto janë përkujtime që forma të përkujtuarit ndaj emrit të Allahut që ne nuk guxojmë me jo anash, sepse sa më pak që të përkujtohet Allahu, zemra nuk kurtësohet.
E zemra e ngurt është më e vështirë me i pranuar momentet më ngurt. E sa më shumë që ta përkujtohu me Allah, zbutët zemra edhe argumentet që në vijnë nga anë Allahu xhaleshanë është më lehtë me i pranuar. Si për të ndenë që ka lidhë në rrumë të dhe musliman, shërimi nga kjo smundje e zemrës duke u kujdesur ndaj kohës që e kalojnë. Si e kalojnë? Në çdo frymëorje, si e kalojnë? E kalojnë në fjallën të kota, apo e kalojnë duke e shfrytzuar çdo frymëorje për marrë dhe për mirë. Dhe kur shfrytëzohet, sepse kur shfrytëzohet në këtë mënyrë, atëherë jemi ma vetëdijshëm, ma kujdesshëm. Pse? Sepse edhe për çdo frymëorje që e marrim dhe i lirohemi, kemi me ndonë të mërim para Allahut xhallahu. Ne lutem Allahun xhallahu që na bën të kujdesshëm për kohën të cilën e jetojmë. Na bën të kujdesshëm për çdo frymëorje që e marrim dhe i lirohemi. Na bën të kujdesshëm për jetën të cilën e jetojmë dhe lutemi që të jetë na sjellë disa të mira dhe